nga eksperienca gjatë këtyre trajnimeve, cili është ai feedbacku, ajo gjendja edhe psikologjike dhe emocionale të cilën e ke marrë prej atyre që kanë marrë pjesë në trajnime, që kanë thonë, që kanë përjetu, sa e kanë ndjetë nevojshme që e kanë praktiku si proces? Kam marrë feedback kryesisht pozitiv, ka qenë shumë e nevojshme, edhe pse punëtorë shëndetësorë, domethënë, marrin edukim të vazhdueshëm profesional, por kjo pjesa tjetër që ka qenë falas, ka qenë shumë entuziazmuese për punëtorë shëndetësorë, ku edhe kemi marrë komente se ishin 10 pikë që domethënë trajnimet 2 ose 3 pikë zakonisht kanë. Këtu ishin 10 pikë goxha një domethënë pikë të larta, dhe kemi marrë komente goxha pozitive dhe kjo na ka bërë të ndihemi shumë mirë. Edhe ajo pjesa tjetër gjatë ligjërimit apo të temave që u zhvilloshin, që u shtjelloshin brenda trajnimeve, kemi pas një interakcion me pjesëmarrësit dhe kjo na ka bërë të ndihemi mjaftëzakonisht mirë edhe për ne si trajner. Nuk e di nëse është e duhur si pyetje, po a e kanë të obliguar përveç pikëve që i kanë të obliguar të kenë çdo vit, të marrin pjesë në këto trajnime krejt stafit shëndetësor? Të gjithë jemi të obliguar. E them kështu, kushtimisht e fitojmë dije, po obligim që pa tjetër jo, ajo me dëshirë. Por, si që duket, në pjesëmarrjen për trajnimi ka të kalu pritshmëritë tonë. Pjesëmarrja ka qenë me e lartë se sa ka qenë e parashikuar. Po të më thënë interesi mi ka qenë shumë i madh, dhe jo vetëm, edhe pas përfundimit, ka shumë kërkesa kur do të mbanë trajnimet, se sinqerisht kanë qenë shumë trajnime të organizim shumë i mirë, një qasje shumë e mirë ndaj pjesëmarrësve, edhe ka shku gjithçka mirë. Edhe me rëndësi që dhe pjesëmarrësit janë nda të kënaqur, po dhe ne jemi nda shumë të kënaqur. Qaja është kryesore, që janë nda edhe të përmbushur me informacionet, edhe me piket që i përmende, po edhe me kretë pjesëmarrjen që kanë pas. A dihet komuna ku do të shkoni në trajnimin e ardhshëm, apo ende s'është vendosur? Akoma nuk janë vendosur, po mund të potencojmë komunat për cilat kemi kaluar. Ka qenë komuna e Skënderajt, Gjilani, Klina, Juniku, dhe nuk edhe të tjera s'pëm kujtojnë. Po që do të vinë edhe tjera në muajt e ardhshëm. Po patjetër që po. Kjo është një pasuri i shtesë, do të thotë, edhe për një dhe për punëtorët shëndetësorë, po edhe për personat, për individet që kanë, domethënë, mundësi të kenë qasje në shërbime shëndetësore. Kështu që mund të përfitojnë, përndryshe për krejt ata që dëshirojnë edhe më shumë informacione rreth këtyre trajnimeve kaq të rëndësishme, shkoni në faqet në Facebook dhe në Instagram, e keni faqen Kosova Med, disa prej fotografive po i shohim edhe në prapavi, dhe më thonë nuk e di në cilën kamerë mund të fokusojmë, është Kosova Med, aty ku mund të marrni informacione për çdo detaj rreth trajnimeve, rreth orareve, rreth pjesëmarrësve, rreth ligjëruesve të cilët ligjërojnë në këto trajnime, rreth temave të këtyre trajnimeve, e çdo detaj tjetër, se me telefonin nuk e dita me cilën kamerë jam, në rregull, unë jau dërgoj gjithë juve që na shkruani edhe për detaje të trajnimeve të cilët dëshironi me i ndjek.